Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Shkodër Besmir Lesha ka marrë sot mbështetje në një sër përfaqësuesish të bizneseve lokale në qytet. Gjatë takimeve me to, Lesha ka prezantuar vizionin e tij për zhvillimin ekonomik të qytetit, duke theksuar rëndësinë e një bashkëpunimi të ngushtë mes administratës vendore dhe sektorit privat. Desha me diçka të vogël, desha me thënë. Kja dëja shumë pa t'njek më apa. Dhe me thënë i dashur me njerëzit, një. E para drejtor. E treta përbashkë dhe deputet duket. Kështu që inshallah në marsi ju shkon. Për ne, si thënë një në Rumë, i respektojmë. Edhe une, duke pas parasysh që biznesi jo që nga biznes familjar, e ka në ta për masa, kisha unë dëshirë me kanë pjesë e takimeve të mija të agenda jemi. Kështu që faleminderit që më priti. Lutem. Që na kanë mujtë gjithmonë. Tesh të mundona me mujtë mi mujtë në barasimi në Shkodran dhe kanë qepë gjithmonë. Në pretendoj vetë përfitore, kështu që. Bravo. E vlerësoj. Po ajo që unë shaf është zhvillim i çdo sektorit, se duke u bë kantia Shkodra, si rrjelloj, shtohet puna edhe bujarit, apo çdo biznesi të fusha në të. Kur rritet puna aty, rritet të ardhurën e qytetit, rritet çdo gjë, kështu që çdo njeri ka marrësi me fjalë për kësaj punë. Kjo është thelbi i kësaj punë. Marrësi për çdo person, domethënë, çdo lloj biznesi. Marrësi edhe në mbështetjen tuaj do të vazhdojnë edhe marrësi të tjera. Bëhet fjalë, pa diskutim. Respektet veçanta për të inshallah do zoti shkon marr. Shkodrani juni që dhe me thonë mu mushet dhe unë qof në tana postime që qëtë dhe me thonë në Instagram e në shohe për mu e në Rumë. Faleminderit Ben, edhe e vlerësoj edhe pritjen, edhe mendimin, edhe çdo gjë që po thu. Shok si puna jote dhe me thonë ka lezet me i pa